Çështja e dytë, që lidhet me mënyrën e vlerësimit të rrezikshmërisë së veprës dhe të autorit në raport me masën arrest në burg, Kolegjet e Bashkuara përcaktojnë këtë rregull të së drejtës. Caktimi i masës arrest në burg ka natyrë përjashtimore dhe mund të vendoset vetëm kur masat e tjera janë të papërshtatshme në raport me kushtet dhe kriteret e parashikuara në nenin 228 dhe 229 të Kodit të Procedurës Penale. Në caktimin e masës arrest në burg, prokurori fillimisht dhe gjykatat në vijim kanë detyrimin të japin një arsyetim të individualizuar, të mbështetur në fakte dhe rrethanat të posaçme të çështjes, që lidh nevojën e kësaj mase me rrezikshmërinë e veprës dhe të autorit në rasti konkret. Ky vlerësim duhet të mbështetet në rrethana specifike të faktit, në mënyrën e kryerjes së veprës dhe në të dhënat që lidhen me personin ndaj të cilit caktohet masa e sigurimit, përfshirë personalitetin, sjelljen, rrethanat individuale dhe familjare, si dhe çdo tregues tjetër të rëndësishëm për vlerësimin e rrezikut real, procedural ose shoqëror që ai paraqet në çështje konkrete. Kur verifikohet rrezikshmëria e veçantë e veprës dhe e autorit, në kuptim të nenit 230.1 të Kodit të Procedurës Penale, masa e sigurimit arrest në burg përligjet si masa më e përshtatshme që garantojnë nevojat e sigurimit. Rrezikshmëria e veçantë e veprës dhe e autorit nuk nxirret vetëm ose kryesisht nga natyra e krimit ose nga margji i dënimit, por nga vlerësimi i ndërthur i rrezikshmërisë së veçantë të faktit penal, i mënyrës së kryerjes pasojave të ardhura, i personalitetit të pandehurit, i sjelljes së tij, si dhe i rrethanave të tjera të rëndësishme dhe të lidhura në mjet tyre për rastin konkret. Në përgjigje të çështjes së tretë, që lidhet me barrën e justifikimit të nevojës për caktimin ose vijimin e masës arrest të burg, Kolegjet e Bashkuara përcaktojnë këtë rregull të së drejtës. Në interpretim të neneve 228, 229 dhe 230 të Kodit të Procedurës Penale, në lidhje me nenin 5.3 të Konvencijës Europiane për të Drejtat e Njerëzit, barra e justifikimit të nevojës për caktimin dhe vijimin e masës sigurimit arrest të burg i takon prokurorisë, ndërsa gjykata ka detyrimin ta verifikojë dhe ta arsyetojë atë në çdo fazë të procedimit. Prokuroria ka detyrimin të paraqesë dhe të argumentojë në mënyrë konkrete faktet dhe rrethanat që mbështesin nevojën e kësaj mase, përfshirë rrezikun konkret dhe papërshtatshmërinë e masave më pak kufizuese. Në vendimarrjen e saj, gjykata nuk mund të kushtozohet nga paraqitja ose jo e provave pozitive nga i pandehuri. I pandehuri mban vetëm barrën e paraqitjes së rrethanave faktike, personale, familjare, shëndetësore ose rrethanave të tjera kur i ngrë ato si argumente në favor të masave më pak kufizuese. Lidhe me zgjidhjen e çështjes konkrete, Kolegjet e Bashkuara vlerësojnë se pretendimet e rekursit nuk gjejnë mbështetje në ligj. Argumentet e rekursit të mbështetura kryesisht në natyrën e veprës penale, sasinë e lëndës narkotike, margjin e dënimit dhe rrezikun e përgjithshëm të largimit ose përsëritjes së veprës nuk mjaftojnë për të justifikuar automatikisht caktimin e masës arrest në burg, në mungesë të një analize konkrete që të tregojë papërshtatshmërinë e masave më pak kufizuese. Edhe pretendimi se vendimi i gjykatës apelit është i mangët për shkak se nuk ka arsyetuar hollësisht mënyrën e ekzekutimit dhe mbikëqyrjes së masës arrest në shtëpi, nuk përbën shkak për prishjen e vendimit, pasi përmbajtja, zbatimi dhe kontrolli i kësaj mase parashikohen nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale dhe nga kuadri ligjor për ekzekutimin e vendimeve penale. Për këtë arsye, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, në mbështetje të neneve 438 dhe 441.1 shkronja E të Kodit të Procedurës Penale, vendosën lënien në fuqi të vendimit nr. 30/2025, 2998, datë 17/11/2025 të Gjykatës së Apelit të Jurisdiksionit të Përgjithshëm. Pas arsyetimit të plot,